Miqtatë do provojnë të rilidhemi edhe njëherë pas pak, edhe pak minuta kohë deri në mbylljen e votimeve, pra 40 minuta saktësisht deri në ora 19, atëherë kur edhe shfaqet exit polli i Klan Kosovës e mbyllen edhe vendvotimet. Por derisa ta kemi lidhjen e radhës, Ilos Regjin që ta sjell karakteristikat dhe statistikat nga të dhënat e fundit të cilat publikohen në webfaqen e KQZ-s, të shohim se sa përqind e qytetarëve në nivel vendi, gjithashtu në nivel komune kanë marrë pjesë në vendvotimet e ditës së sotme. Jehona, të shohim komunat. Numri votuesve kron që kanë votuar, del të jetë pra ende se ka arrir 800.000-shën, tash 2 orimi duke u sillur te 700.000, 770.000 qytetarë kanë votuar deri në këto momente, pra në total të përqindjes percentuale del të jetë 38.55%. Le të udhtojmë në komunat më të mëdha të vendit, ja fillojmë nga Prishtina, të shohim se cili është numri i votuesve deri në këtë moment, pra në Prishtinë kanë dalur të votojnë 25.59% të votuesve. Numri i votuesve që kanë votuar deri më tani është 100.000 votues e 71 votues. Në fakt edhe më herët përmendëm që Prishtina, përpos që është një prej kryeqendrave apo kryeqendra më e madhe, del të jetë se ka pasur shumë dalje të njerëzve deri tani. Bartemi në qytetin e Prizrenit, nuk kemi pasur ndonjë lidhje direkte rishtazit, ta shohim se cili është numri i votuesve atje deri në këto momente në qytetin e Prizrenit kanë votuar 62.021 votues, apo nëse shohim në përqindjen e Prizrenit janë 33.13% nga Prizreni, nëse ka mundësi regjia derisa ta kemi lidhjen tjetër gati së bashku, të kalojmë edhe në qytetin e Podujevës, atje ku e kishim një lidhje nga kolegu jon Liridon Zeqiri, 43.41% kanë dalë në votim, apo më mirë të themi 36.620 persona kanë dalë në vend votim deri në këto momente. Mos harroni aktualisht ora po shënon 6:21 minuta, edhe 39 minuta na kanë mbetur deri në momentin kur vendvotimet do të jenë të mbyllura. Ne nga studiot e Klan Kosovës ju ftojmë që të dilni ta shfrytëzoni të drejtën tuaj për votim dhe do doja të bartemi në komunën e Drenasit, nëse ka mundësi regjia, ta shikojmë se çfarë na thot Drenasi. Skëndera, jemi në rregull. Po, pra, këtu jemi në Drenas, e shohim në komunën e Drenasit, aktualisht kanë dalë 38.61%, apo 56.671 votues. Nuk harrova se cila ishte përqindja e votuesve në përgjithësi, pra sipas KQZ-s. 38% deri në këtë moment, pra diku afër 40%. Po, dhe duhet t'ia shtojmë faktin Jehona se për këto zgjedhje kanë ardhur edhe një numër i madh i votuesve nga diaspora. Në fund do të bëhen edhe llogarita, shohim se cila ka qenë pjesëmarrja realisht edhe e qytetarëve që jetojnë në Kosovë, gjithashtu edhe qytetarëve të cilët jetojnë jashtë Kosovës, por që zgjodhen që votën e tyre ta bëjnë në vendin tonë. Përderisa ta kemi një lidhje tjetër, Ilos Regjin që të udhtojmë edhe në